Gripi ka marrë hovë duke krijuar një situatë alarmante në sistemin shëndetësor. Kapacitetet në klinikën për sëmundje respiratore Kozle janë të stërmbushura, ndërsa ambulancat punojnë me ngarkesë për shkak të numrit të madh të pacientëve. Vetëm gjatë fundjavës që lan pas, është shënuar numër rekord kontrollesh mjekësore si pasojë e gripit. Mjekët apelojnë që fëmijët me simptoma më të lehta të gripit të trajtohen në kushte shtëpiake, pasi sjellja e tyre në spitale rrit rrezikun e infektimit të mëtejshëm. Sipas tyre, fëmijët që dërgohen në spitale shpesh ekspozohen ndaj viruseve të tjera dhe përfundojnë duke u sëmurë edhe më rënd. Минатиот викенд се прегледани 800 дечиња, што е навистина фрапантна бројка, а во моментов како што гледате чекалните се преполни, иако се празници и продолжени викенди. За 24 часа имаме по 250 прегледи, во обичните дежурства имаме по 150 прегледи, значи денес очекуваме отприлика околу 250 прегледи. Значи веќе не е ни половина смена помината, ние веќе до сега имаме 50 на прегледани деца. Situata më shqetësuese është edhe nga numri alarmant i fëmijëve të shtruar në klinik. Shumë prej tyre po trajtohen në gjendje të rënduar shëndetësore, si pasojë e komplikimeve nga gripi. Стотина деца се хоспитализирани, од кои 6 се потешки, се на кислородна поддршка, останатите се со компликации од грипот, меѓутоа се хоспитализирани поради потребата од хоспитален третман. Situatë e ngjashme paraqitet edhe në klinikën për sëmundje të fëmijëve, ku javët e fundit është shënuar rritje ndjeshme e numrit të pacientëve me simptoma të gripit. Brenda 24 orëve, rreth 150 fëmijë kërkuan ndihmë mjekësore. Foshnjat dhe fëmijët me gjendje më të rënduar shëndetësore, veçanërisht ata me ndezje të mushkërive, shtrohen në klinikë për trajtim të mëtejshëm.